Tre shenjat e horoskopit që i urrejnë festat. Në vend të parë, Bricjapi. Bricjapi është shenja që rallëherë i sheh festat si diçka të kënaqshme, sepse për ta koha ka vlerë dhe duhet përdorur me një qëllim. Zhurmat, turmat dhe detyrimi për të qenë social e lodhin, ndërsa bisedat sipërfaqësore i duken të kota. Ndihet më rehat në ambiente të qeta ose formale, ku gjithçka ka rregull dhe ku nuk kërkohet shfaqje emocionale. Në shumicën e rasteve shkon në fest vetëm nga detyrimi. Në vend të dytë, Virgjëresha. Virgjëresha e ka të vështirë të dorëzohet ndaj atmosferës së festave, sepse mendja e saj punon vazhdimisht duke vërejtur çdo detaj, çdo rrëmuj dhe çdo mungesë organizimi. Muzika e lartë, kaosi dhe bisedat e cekta e lodhin shpejt dhe bëjnë të ndihet e parehatshme. Edhe kur përpiqet të argëtohet, analizon gjithçka përreth dhe rallëherë arrin të relaksohet plotësisht. Në vend të tretë, Akrepi. Akrepi nuk i urren festat në vetvete, por nuk duron energjinë e rreme që shpesh i shoqëron ato. E ndjen menjëherë hipokrizin, shfaqjet e shtyrura të gëzimit dhe njerëzit që përpiqen të duken ndryshe nga ajo që janë.